Pra, duhet urgjentisht të vihet dorë. Të qërohet kjo klasë politike, të shpallet qeveria teknike, të marrë zyra se është shpallur qeveria teknike në Shqipëri, por të veç zërzyrat, urgjentisht, është nevojë imediate. Nuk mban më ujë pilafit, thot populli. Avokat, mund të ketë zinxhir hakmarrje kjo ngjarje, pra atë Hasmi ta gjej përpara Hasmi se sa shteti? Shiko, hakmarrjet do vazhdojnë, kanë vazhduar në Shqipëri deri më sot edhe do vazhdojnë dhe për pak kohë derisa të zërguri vend. Por i garantoj që do vihen struktura të ndershme edhe të drejta dhe të pastra në strukturat e personat të ndershëm edhe të drejtë në strukturat e policisë shtetit, të cilët pa diskutim që do neutralizojnë krimin. Për këtë ka besim. Avokat, më thoni dhe diçka ju lutem, duke qenë se e përfshim edhe politikën këtu. Të premten e kanë thirrur Saliu në SPAK për të ndogari për 20 janarit. Me shumë vonesë, por populli ynë thot më mirë vonë se kur. Saliu ka, Saliu. Asa ka Saliu mbi kurris. Asa i zisht ai njeri në shpirt me ato flokët e bardha. Asa krime ka ai dhe ekzekutime mafioze që janë bërë, që ka pasur djeni për të mos thënë kanë nxitur vetë dhe akoma ai breth i lirë. Avokat, Sali Berisha Heku i rrihet me të nxehtë, tani mund dalë në gjë me ande apo janë mbyllur ato hesape? Qa hesape është mbyllur? Qa kush i mbylli hesapet? Është mbyllur sabotimi dhe shkatërimi i bazës industriale shqiptare? Nuk është mbyllur. Janë mbyllur fajgjet, s'janë mbyllur. Zotëri, Luiza Hoxha në Vlorë në 97-ën është filmuar dhe kemi parë nga mediat greke që pinte gjakun e oficerit të shikut të vrarë. Këta janë, po që janë komunistët, janë vampirë. Një gbur, dhe mund ta bënte një gjë të tillë, po jo një grua, jo një femër. Pra, këta janë vampirë të tërë, këta janë vrasës. Këta duhen të zhdukur nga faqe dhe otë. Këta duhet të qërohen dhe duhet bëhen të tërë në burg. Janë të tërë për të vajtur në burg. Dhe janë pasardhësit e Luizës, e të Luizave, e të Nezmieve, e të Vitove, e të gjitha atyre prostitutave komuniste që bën dhe atë ligjin anti-njerëzor, të imponuar nga banditët dhe nga pederastët e Hollandës. Të imponuar dhe nga i pederastët që kemi ambasador të OSBE-s në Tiranë. Ai, Gonzato, i cili duhet të qërohet. Të qërohet nga Shqipëria. Ka të drejtën e tij të jetesës, avokat. Të qërohet nga Shqipëria pa dhe të rrjetoj ku doj, nuk thasha vrasëm. Ore, nuk mund tjetë ambasadori pederast. Ka lënë gruan me 2 fëmijë dhe thot vetë është martuar me një burr. Që s'ky more? Jashtë nga Shqipëria, Gonzato. Jashtë, qëro nga Shqipëria. Avokat, po Berisha do dalë me jashtë pasi të futet në SPAK. Kjo është dilema. Berisha po vajti në SPAK, nuk do dalë më. Po ta them unë. Nuk do dalë. I ishtë bërë thirrje, i ishtë thënë dil edhe fol, nuk del, nuk të regon asnjë gjë, mbahet akoma se mendon që do ta mbështesi Beogradi dhe do ta shpëtoj Beogradi dhe Athina, as nuk do ta shpëtojnë dot, më ta them unë. Në ato duar, në atë megene që është futur në Berisha, nuk del më. Dhe shqyr. Ne do vazhdojmë ta komentojmë sërish, avokat, unë për këtë bisedë të shpejtë dhe këtë analizë të shpejtë për ngjarjen e rëndë që ndodhi në Tiranë, të falenderoj shumë. Edhe unë faleminderit për ftesën. Të shpreh mirënjohjen edhe në emër të publikut ton, të cilin e falenderoj që na ndjek bashkë me komentet që na shkrua në faqen e YouTube-it duke na ndjekur për çdo bisedë dhe intervistë. Avokat, të falenderoj shumë. Mirënjohje dhe disa qindra herë mirënjohje për të tërë teleshikuesit tuaj të YouTube-it dhe janë një forcë e madhe, janë një obligim i jashtëzakonshëm që më japin mua ata për të folur e për të thënë gjërat ashtu që janë troç, siç duan ata t'i shprehin.
Se deri tani fatkeqësisht jam i vetmi që i shpreh siç duan ata dhe për çfarë krenohem. Faleminderit juve për kontributin avokat edhe atyre që na ndjekin. Ju uroj natën e mirë. Natën e mirë.